Ju e dini që Kryeministri Kurti tashmë ka bërë propozime konkrete për bashkëqeverisje me LDK-n, ndërkohë që ka shprehur gatishmërinë edhe për ofrimin e pozitës së kryetares së kuvendit, qoftë për LDK-n, qoftë për PDK-n. Në ditët e mbetura, unë vërtet pres që të gjithë deputetët, por veçmas udhëheqësit e partive politike, të cilët mbi gjitha deklarojnë që janë për shmangjen e zgjedhjeve të reja, të tregojnë për te asaj se blokojnë, domethënë, mundësinë për gjetjen e zgjidhjeve, të tregojnë specifikisht çfarë për ata do të ishte e vlefshme apo e dur. Edhe sot që flasim, ne nuk e dim cilët janë emrat konkret të cilët do t'i mbështeste PDK-ja ose LDK-ja, ose cila është marrëveshja specifike çfarë kërkojnë, sepse tashmë ju e dini që ne kemi një ofertë për marrëveshje, për bashkëpunim, gjithsesi marrëveshje politike. A keni me tentu Në momentin me zgjedh presidentin apo do të shkojnë me zgjedhje automatikisht? Cili është synimi këtyre vjetëve? Ju e shihni që si deputet të grupit më të madh parlamentar, ne jemi tejet intensiv gjatë këtyre ditëve në punën në kuvend. Janë një numër i madh i ligjeve të cilat janë duke u trajtuar, të gjithë deputetët janë duke punuar maksimalisht edhe në komisione. Sot në mbledhjet kryesisë u vendos edhe për një seancë të cilën kemi propozuar ta kemi ditën e hënë. Pra, ne do të kemi 2 seanca, një seancë solemne në nderim të mikut të madh të Republikës së Kosovës, Elliot Engel, ndërkohë që kemi edhe një seancë ku do të votohen 2 anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, anëtarët e bordit të RTK-s, anëtarët e bordit të KPM-s dhe disa projekt ligje tjera të rëndësishme. Ndërkohë që ditën e hënë do të kemi një seancë ku do të votohen anëtarët për AKP-n, por edhe disa projekt ligje tjera të rëndësishme, anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë dhe vendime tjera. Si deputet të lëvizjes vetëvendosje, edhe me datën 5 mars, por edhe cilën do prej ditëve që ka një propozim, jemi të gatshëm edhe të vullnetshëm që të votojmë për presidentin e vendit. Pra, këtë pyetje duhet t'u bëni edhe deputetëve të partive tjera, ndërkohë që Kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, është duke u angazhuar edhe në vazhdimsi ka bërë propozime në zgjidhje të ngërçit në të cilën jemi tashmë. Kemi rrit pazare në zonën Agapse për çështjen e propozimeve. Ofertave për opozitën. Kështu, mu bën një pyetje nga njëri prej kolegëve tuaj edhe pak më herët në raport me pazaret, siç i quajtet edhe ju. Lëvizja vetëvendosje gjithmonë ka qenë serioze edhe transparente në propozimet, ofertat e veta. Për mua, pazar nënkupton praktika që i kemi parë e që fatmirësisht i takojnë së kaluarës, kur është diskutuar për terminale doganore, për pozita në ambasada, për favore individuale e për grupe të ngushta të interesit, ndërkohë që lëvizja bën propozime për marrëveshje politike në mënyrë proporcionale me mbështetjen që na kanë dhënë qytetarët, po përtej kësaj, për të zgjidhur këtë ngërç të ri në të cilën jemi pas më shumë se një vit bllokate për shkak të pozitës së kryetares së kuvendit, ne kemi qenë madje edhe gjeneroz në propozimet që kemi bërë për LDK-n si partia e tretë me numër dukshëm më të vogël të deputetëve se sa lëvizja vetëvendosje, duke ofruar pozitën e dytë në qeveri dhe 4 ministri për të udhëhequr, ose edhe njërën nga 3 pozitat më të rëndësishme shtetërore, pozitën e kryetarit të kuvendit, kryetares së kuvendit. Ne kemi propozuar zotin Glaugo Njufca, nën kryetarin e lëvizjes për president, si që dini në mënyrë që të mos ketë një blokad në të cilën u pa që jemi. Aktualisht ne nuk kemi ndëgjuar ndonjë emër tjetër i cili do të sfidonte zotin Konjufsa për president. Personalisht, mendoj që nën kryetari i lëvizjes, zëvendës kryeministri, ministri i punëve të jashtme, zoti Glauko Konjufsa do të bënte një punë të shkëlqyeshme si president. Nëse dikush ka një mendim tjetër, do duhej të na tregonte kush është presidentja apo presidentja që do të bënte më mirë këtë punë. Faleminderit juve të gjithëve.